Ai ecte çdo ditë 2 orë në këmbë për të arritur në shkollë. Çdo hap tregonte për kushtimin dhe dashurinë për mësimin. I ftohtë dhe i lodhur, por kur nuk u dorëzua. Ky është Zymer Haliti. Ai filloi punën pa pagesë në shkollën e Zllatarit në Ferizaj në vitin 1992. Shkolla ishte e mbyllur, puna jo e sigurt, megjithatë dëshira për të dhënë mësim ishte më e fortë se vetë frika. Është një moment i paharruar, nga se ishte kohë e vështirë, kur dhe unë ishte në okupim serb. Në atë kohë shkollat që në mbyll, nga pushtërmbajtja dhe serb, dhe disa prejnë bashkë me arsimtar, me Ministrinë e Arsimit atëherë që vjen në ekzil Bukushit, i hapën shtëpi shkolla. Unë isha i diplomum pa punë, më parë kisha punuar në tregti, dhe nga aty më larguan, erdhën më njoftuan kushtet krejt pa para me rrezik. Unë duke ditë vlerën e arsimit, isha i diplomuar, pranova me shumë kënaqësi që sa do pak t'i shërbej këtij vendi, nxënësve dhe popullit tim. Përveç këtyre, ndoshta po ka qenë një rrezik i madh për të thënë po, po ju pavarësisht këtyre rrezikeve të mëdha, ju zgjatet që të thoni po. A ka qenë kjo dashuria e madhe për mësimdhënie ose me i eduku fëmijët në atë kohë të vështirë? Shumë ka qenë e vërtet një kënaqësi, një motiv që nxënësit të mos mbeten në errësirë, mos mbeten në rrugëve, kam pranuar edhe pse ka qenë rrezik. Po ju tregoj disa herë rrugës më kanë dalë policia, më kanë kërcënuar. Shpesh jam fshehur, rrugës kam moton kom. Nga fshati ku unë jetoj, Trstenik e Vitinjës, deri këtu në Zllatar të Ferizajt, ka 2 orë vetëm një drejtim. Unë kam marrë në këmbë, me rrezik, pa pore, veç t'i baj një shërbim këtij vendi, kësaj shkolle. Jo, si që treguat edhe në fillim që kanë qenë shtëpi shkolla dhe ka qenë rreziku i lartë, po a na tregoni si ka viju mësimi? E vërtet është, ka qenë rrezik shumë, jena mundu të kujdesemi, të mbajmë mësim të rregullt në shtëpi shkolla. Edhe ka ndodhur që kanë policia në kanë bastisur, beli një rast në kanë bastisur në lidhje të shkollës, kryesia e shkollës, në kanë marrë këtë në pyetje, në kanë kërcënu, në kanë ofendu, po ne nuk kemi dorëzu. Ne kena vazhdu udhën tonë. Edhe fal angazhimit tonë, për kushtimit tonë, Kosova edhe fal luftës së lavdishme të UÇK-s, Kosova më në fund e fitoi lirinë dhe pavarësinë. E përmendën një rrugën e gjatë që keni sakrifikuar ndoshta edhe në siç e keni nisë punën ju në janar, ka qenë edhe dimrat më të egër, po cila ka qenë ai motivi kryesor ose çdo ditë që jeni zgjuar me një motiv që më thonë edhe sot ka më vazhduar edhe a ka pas në një moment që keni menduar që sot po e lo edhe masi që janë kurse shumë vështira? Jo, nuk ka pas, se unë jam asnjëri i gjuhës shqipe, kam lexuar shumë libra, ato libra më kanë edukuar, më kanë dhënë shembull shumë njohuri për kombin, për gjuhën, për adheun, dhe këto kanë qenë gjitha që më kanë nxitur, më kanë shtypur përpara të vazhdoj rrugën, përkundër vështirësive, përkundër lodhjes, përkundër kërcimeve, përkundër ftoftit në këmbë, i kam t'i kalu, i kam përballu dhe ja në këtë shkollë, pra i kaluar më shumë se gjysmën e jetës. Po sa kanë qenë ndoshta falendëruese dhe nxënësit, sa kanë qenë më ndryshe krahasim me sot, cilat janë ato ndryshimet? Unë jam shumë i kënaqur me nxënësit, me sjelljet e tyre, me angazhimet e tyre. Sot nga ata nxënës që i kam mësuar dikur, shembull, janë emra të njohur, janë punuar në pozicione të ndryshme, ka inxhinier, ka profesor, ka mjek, jam shumë krenar. Edhe ka pas një respekt të veçantë, i vetëm nxënësit, po edhe prindrit e tyre, edhe kolegët e me. Kemi kaluar shumë mirë. Nëse do ktheheshit pas prap në kohë, do e bëni të njëjtën sakrificë? Po, me shumë kënaqësi. Të punosh në arsim është një kënaqësi e madhe, është një punë e çmueshme. Lodhesh për kur shet që nxënësit po mësojnë, po angazhohen, e harron lodhjen. Pra motivi është kur nxënësit mësojnë dhe sjellen mirë dhe kanë suksese.
Pas lirimit të Kosovës në 1999, gjithçka ndryshoi, por rutina vazhdoi. Për mua ishte një rilindje. Kër këna fillu mësimin pas luftës, ka qenë një gëzim i madh, një fitore e madhe, një diell i madh, i ngratë, që e kemi ndjenjë vetën shumë mirë dhe nuk kena pendu për atë që kena punu më herët, për më orë ajo ditë, ku dita e qëllimit të Kosovës, që në shkolla të mësojnë nxënësit lirshëm pa frikë. Po si është sot rrugtimi juaj pasi keni dalë në penzion? Edhe si është tash, është pak ndoshta e mërzitshme ky fakt që vjen në këtë shkollë dhe nuk i më ardh për me jap mësim? E vërtet. Kam nostalgji, kam kujtime të mira. Sa ju mungon kjo periudhë? Më mungon shumë, po do tash po pajtu me kohën, do me vazhdo jetën, por pa ja harruar kur nxënësit, kolegët, pa ja harruar kur të mirat që kam përjetu, kam kaluar në këtë shkollë. A vini e vizitoni shpesh shkollën? Nga njerë, po. Nga njerë me ftojnë, nga njerë vi vetë, po. Po, ana tregoni përveç mësimdhënies ju keni edhe një karrierë tjetër si shkrimtar, po ashtu edhe si gazetar. Ana tregoni pak edhe këto sukseset e tjera që keni pas gjatë këtij rrugtimi. Që nga shkolla e mesme, si nxënës të shkollës mesme, kam filluar të shkruaj poezi. Në atë kohë kam botu poezinë e parë në revistën Zëri i Rinisë, pastaj në Botën e Re, në Lindje. Kam shkruar edhe poezi, edhe kam punuar si gazetar në Radio Pejzaj, edhe në Lindje, Zëri. Kam shkruar për shkolla shqipe, për fshatra, për student, sportistë e tjera. Është shumë e mirë të ndëgjojmë një mësimdhënës që ka kontribuar edhe në fusha të tjera. Po ana tregoni pak një shembull që kishte dashur me jap qoftë mësimdhënësve, qoftë nxënësve, që pavarësisht të sfidave edhe kushteve të vështira që me vazhdu mësimin, se përderisa është mbajt mësimin në ato kohë, pse sot mos mbahet edhe të vijaj ashtu siç duhet. Unë kisha dhënë një jo këshill, po si një sugjerim, si arsimtar tash penzion, që të punojnë arsimtar që janë në mësim, punojnë shumë, t'ja dinë vlerën punës edhe mësimit, sepse puna në arsim është shumë e shëmtueshme. Ka dy vlera. Jo vetëm që ne japim dituri, por ne japim edhe edukat, pra. Po që i mësojmë nxënësit edhe i edukojmë që ata nesër të jenë të aftë në jetë, kontribuojnë këtij vendi dhe familjes së tyre. Unë falenderoj shumë, ishte kënaqësi edhe më vjen mirë që dikush me kaq përkushtim i ka mësuar ndoshta nxënësit edhe më vjen mirë që e keni vazhduar këtë rrugtim pavarësisht sfidave. Faleminderit shumë, dhe unë falenderoj shumë juve që keni gjetë kohë, keni ardhur këtu të takoni, të më intervistoni mua bashkë këtu në këtë shkollë ku punu jam më pak se 34 vite. Çdo hap drejt klasës ishte një betim për dijen dhe për fëmijët. Zymer Haliti për 34 vite në arsim tregoi sakrificë për kushtim dhe dashuri për dijen.